është një zonë për cilës vjen edhe kryeministri Albin Kurti. Ndërtue nga Kurti, familja Kurti. Thonë domethënë që Beogradin e kanë mojt me peshk liçeni i Shkodrës. Ishte dashur me shtyr peshkun me duar që me hyp me mushkohen me ujë. Aq bereqet ka pas ky vend. Ishte ublet e cila domethënë ishte 12 pash e gjatë. Po thonë domethënë diku afër 18 metrash ndoshta. Me vegatore, me pundore. Prej Shkodrës kemi hyrë në Malzi, nuk brenda pak kilometrave erdhëm që të piku jam unë. Konkretisht, është kjo rruga magjistrale, e cila çon prej kufimit, vazhdon tutje nga ana e djathtë edhe drejt në Ulqin. Këtë tabel tregon shumë mirë ata çka thash parës, që në anën e djathtë shkohet për në Vladimir Katërkoll. Përndryshe Vladimiri, si njohuri, është një zonë për cilës vjen edhe kryeministri i shtetit Republikës të ndashur Kosovës, pra vet Albin Kurti. Ana e majtë është pika kufitare nga e cila ne erdhëm, pra mes këtyre dyja jemi kthyer dhe po vazhdojmë për në malsinë e Krajës. Me këto pamje spektakolare me të vërtet mbreslanse të trojeve shqiptare. Të mushet një mendje që gjithë vendet, nëpër gjitha vendet ku ka shqiptar, aty me të vërtet është bukur. Është bukur kur i takon vëllezërit e tu, gjakut, poshtë kësaj bukurie i shtohet edhe vendin, trojet në cilat këta jetojnë. Pika në cilën gjendem tash, mbrapa meje, këtu shihet lumi Buna. Shumë pak kilometra na ndajnë nga kufiri me mëmën Shqipëri. Anën time të majtë, që po shihet komplet kjo zonë malore, është njihet edhe si malësia e Ulqinit. Mu kjo pikë shënon këtë kthesën, ramjen tjetër, ku do të kalojmë në ballin tjetër, i cili është liçeni i Shkodrës, dhe prej kësaj pike më tutje do të kalojmë në malsinë e Krajës. Me krahun e djathtë e lam Ulqinin. Tash në të majtën time është liçeni i Shkodrës. Përndryshe, ky liçen edhe shënon edhe vijën kufitare mes Malit Zi dhe Shqipërisë. 2/3 janë në territor të Malit Zi, ndërsa 1/3 është në territor të Shqipërisë. Emri nuk ndryshon tek asnjëra palë, është liçeni i Shkodrës. Përndryshe, liçeni më i madh në Ballkan. Jem krenar me këtë liçen, burim tujit për një zonë të madhe këto të dy anëve, njëkohësisht edhe për peshkim, edhe për tregti që është përdorur një kohë për shumë çka tjetër. Për neve çka është me rëndësi, për cilën edhe kemi ardhur sot, është malësia e Krajës. Kjo pikë e më tutje fillojnë fshatrat e parë, ku dikon numërohen janë mbi 22 apo 24 fshatna të malësisë Krajës. Është e pamundur të paktën për një kohë të shkurtër me vizitu të gjitha këto, mirë po na kena me shku tash fillimisht në fshatin Ostros, kemi me taku Miftiun. Në qatë fshat përndryshe edhe është zemra, qendra e komplet kësaj malësie, ku me të bashkarisht kena me vizitu dhe kena me pa shumë vende ku kanë jetuar shqiptarët, të kalumen e tyne, mbetjeve sa dhe arkeologjike, ndërtime, qindra vjeçare, shekullore, ku bashkarisht do të mësojmë shumë çka. Jemi në malsinë e Krajës, konkretisht në hyrjet e fshatit Ostros, i cili edhe njihet si qendra e gjithë kësaj malësie. Pa kalu 5 metra nga kjo tabele e këtij fshati, këtu në anën time të majtë shohim një muri të ndërtuar me gur, pra një muri mjaft vjetër. Nuk është i vetmi, kjo është veç fillimi nga ajo çka kena për me pa për dhënave historike, arkeologjike, qindra vjeçare, shekullore të shqiptarëve, të cilët kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë në këto treva. Për më tepër, ndjekni teksa vazhdojmë në qendër të këtij fshati dhe takojmë Miftiun, i cili do të na shoqërojë gjatë tërë këtij udhëtimi për mi vizitu vendet, atraksionet dhe të na tregoj shumë çka që ndoshta nuk e kemi ditë. Mirë se keni ardhur. Mirë se Vendin më të bukur të Krajës. Krajës. Ne këtu me sa kuptova jemi në zemrën e Krajës. Jemi në zemrën e Krajës, në qendrën e Krajës. Fshati? Fshati i thonë Ostros, qendrës i thonë Ostros, ndërsa rreth i krejt ishte Kraj. Këtu jemi në xhamin më të re, sepse kjo është ndërtuar më afundit prej xhamive të cilët janë ndërtuar në këtë vend. Domethënë 12 xhamia ku vendi i Krajës. 12 xhamia në për 12 fshat, na? 12 fshata, po fshatat janë më tepër një fjetë zgjenume. Domethënë një xhami ndoshta ku 3-4 fshatna bashkarisht.
Në total sa fshat na i ka zona e Krajës? Diku 26 fshat na janë. 26 fshat. 26 fshat. Këto që kanë rënë sy është që objekti është i madh. Më thonë, në katin e sepër me mora vesh që është edhe xhamia, këto janë zyret, objekti po duket i ri, so ka qenë vështirë për me u bë kjo pasi që kuptuam është qendra e krejti, qysh na thot, i kësaj zone. Vështirë, çdo fillim është i vështirë. Po alhamdulillah, nga bashkëdhëtarët tonë që jetojnë në Amerikë, kemi gjetë mbështetjen e tyre, po edhe to të venalive, sepse pa ndihmën e këtyre nuk ishte bë, po ajo donacioni më tepër ka qenë prej bashkëdhëtarëve tonë që jetojnë në Amerikë, në Australi, në Gjermani, në vendet evropiane apo në vendet perëndimore. Si fillim e keni pas vetëm një dhomë, pastaj keni shkuar. Përpara ishte këtu zyrët e Bashkisë Islame. Domthonë ka qenë një dhomë edhe Gjese për rajonin e Krajës. Rajonin e Krajës. Deri në vitin 1982 ka qenë pjesë e Bashkisë Islame të Tivarit. Domthonë çdo gjë domthonë ka qenë qendrën e Tivarit dhe domthonë të 12 xhamia të cilat kanë qenë, domthonë 11 në fakt kanë qenë deri atëherë, kanë shkuar me zonën e Tivarit. Përpara, domthonë para se mu mbyll kufinin 45, domthonë kanë shkuar gjithmonë me Shkodër, sepse Shkodra ka qenë qyteti më i afërt i joni. Dhe në 1982 është shkput prej Tivarit. Si zonë e veçantë apo si mexhlis apo si Bashkia Islame e veçantë e Malit Si. Bashkia Islame e Krajës apo e Ostrosit. Kjo në 82 ishte Don Vedi dhe ka pas një dhomë, një zyre atje dhe ka qenë dhoma të cilët janë mbojt mbledhjet apo janë mbojt tubimet e ndryshme fetare në pjesën e Anajme. Domthonë jo këtu ku jemi tash ne, sepse këtu domthonë ishte pjesa e cilës i shtuan 2013. 2013 ka filluar domthonë të zgjenohet Bashkia Islame. Xhamia e parë ndërtuar me këto është në vitin 1602. Kanë kaluar 1422 vite nga xhamia e parë e cila ishte ndërtuar në këtë trev. A ka dhëna historike nga kush është ndërtuar e xhami apo? Po dhëna gojore flasin që ishte ndërtuar nga Kurti, familja Kurti. Dhe lokaliteti të cilin ne e shohim këtu apo qendra këtu është Vorri i Kurtit i thonë. Sepse gjithë këtu ky lokalitet i cili është ndërtuar këtu qendra është ndërtuar për mbi varreza. E qartë. Dhe thonë domthonë që ato të vjetrit thonë që ka ndërtuar xhamin dhe vakuf kalon tokën që mu varros këtu. A është kjo familja e njëjtë e kryeministit tonë të Kosovës, Albin Kurtit? Ja. Vetëm emrin e kanë dhënë. Vetëm emrin e njëjtë. Sepse Kurti ka pas domthonë jo vetëm këtu, domthonë po ka pas në Shkodër, ka pas në Kraja, po sot ajo familje domthonë Kurti këtu nuk ekziston. Me mbishkrime varrezash janë gjithë. Ndërsa xhamia të cilën thatë, është ende ekzistuese. Funksionale? Ishte funksionale, por ishte interesant sepse këtu historiku nuk marr mend që janë thirrë 5 vaktet e ditës në një xhami. Domthonë që janë falë 5 vaktet e ditës, jo vetëm një xhami katunit apo 2 apo 3, po nuk marr mend domthonë se ishte thirrë ndaj herë ezani. Deri në vitin 2017. 2017 është një kjo në të cilën ne ndodhemi, të cilë kemi filluar rregullisht me 5 vaktet e ditës. Mashallah. Këtu nuk falim xhuman dhe bajramet. Sepse ne nëse i falim këtu bajramin edhe xhuman, domthonë xhamiat tjera i mbyllim. Sepse katunët janë dame, domthonë janë 17 kilometër janë për qendër të këtuhit, ka katunët 6-7 kilometër, cilët ata të moshë domthonë të thyem, të cilët nuk vozisin makinë, nuk i grahin makinës, domthonë ata mesin pa xhuma. Edhe kështu që mirujt edhe traditën e vendit, edhe xhamiat mos po mbyll, domthonë deri tash ja kemi arritur domthonë qëllimin që mos më mbyll xhamia të tjera, po me funksionuan ashtu si funksionojnë për katunët domthonë ditën e xhuma, teravit apo Ramazanin, që të jetë domthonë atje. E këtu i pakt besoj nuk është faji i këtij numri të pakt mos interesimi i banorëve për aspektin fetar, mirë po është migrimi i tyre. Edhe që migrimi i tyre. Nuk është domthonë që ato me të vërtetë që kanë emigruar qysh ata më herët në Amerikë. Po, në për vendet evropiane apo në Amerikë, nuk është domthonë që ato janë shkput prej këtuhit. Domthonë çdo aktivitet cilin ajo atje këtu bëhet, domthonë ata janë iniciatorët i parë apo janë donatorët i parë. E qartë. Alo vazhdojnë domthonë elhamdulillah domthonë cilët ne i kemi, po
në të kuptimin larg, po me financime domethënë janë shumë afër. Atë e cila është më e rëndësishme, të cilën e ka zbukuruar këtë vend, është minarja. Kjo i dhurat nga familja e Haxhi Abdel Perashit, i cili jeton në Amerikë. Po toka të cilën është ndërtuar kjo minare është dhurat nga dy vëllezër, domethënë Sulejmani dhe Muhameti. Muhameti tash vërtetësisht bëhet rahmetli, inshallah Allahu xhallahu xhelalu ka pranuar për sevap. Sa po na pe larg ishte funksionike edhe si pikë orientimi, se në moment që e pa minaren, automatikisht e dallon që jemi në rrugë duhur, edhe ju kemi afruar edhe qendrës. Kjo domethënë është punuar në 2018 si minare dhe krejt janë financuar prej familjes së Abdel Perashit. Ato e kanë financuar dhe vërtet 14 metrë është e naltë dhe është pikë vrojtimi për krejt krajen. Domethënë ezanit cilën e thrasim këtu, mrihet po tu është në çdo cep të krajs. A mundem edhe për me hyrë mrena? Mundem edhe për me hyrë mrena. Këtu jemi në pjesën më të naltë të krajs në të kuptimin me minarjet. Po, në fakt edhe po i bjen objekti më i naltë i ndërtuar këtu. Po. Në këtë pjesën ballore kemi liçenin e Shkodrës, nëse se vaj. Ky është liçeni i Shkodrës, megjithëse është i Tizanun, po është pjesa e liçenit të Shkodrës, një këtu. Mas ti mal prap vjen liçeni i Shkodrës. Ajo është xhamia e Qyrianit, është xhamia e cila domethënë është më e vjetër në këtë vend. Për atë xhami na folet pak parë. Po. Ajo është xhamia më e vjetër e kësaj treva apo kësaj ane. Ata janë ndërtuar me xhamin i Muriqit Nelt. Ishtë diku një 20 km pikemër së Strosit, e cila është pika kufitare e cilën janë ndonë me malin e zi për para. E qartë. Ata dy dhe më ndatojnë prej një datës. Po, disa gojdhana thonë që ai i cili ka ndërtuar xhamin, ka qenë prej këtij katunit Veliqit, me mbiemrin Kurti. Ai ka ndërtuar xhamin dhe ka lëshuar vendin të cilët ishtë ndërtuar qendra e Strosit. E qartë. Pra është merit e tij në qendër të krajës këtu komplet. Të krajës, po. Në atë pjesën atje larg, po duket një xhami e vetmume. Atje është cili fshat është atje? Është fshati i Kështenjës. I Kështenjës. Po, xhamia është. Shtëpiat nuk po duken aty drejt, ha? Shtëpiat kanë qenë dikur aty për rreth xhamiet, por me rrugën cilën është bërë, domethënë vitin 1974. Vitet 70 që ishtë bo rruga cila shkon për Virpazar, katuni prej të xhamia janë ullë poshtë berg të rrugës. Sepse me shkuat e xhami, aty i shef shtëpijet e vjetra, cilët domethënë dëshmojnë që aty kanë qenë domethënë banorët i përparshëm të asoj xhamie. Po ajo xhami ka edhe dy katune tjera me vete, apo i lidhë dy katune me vete, domethënë katunin Dragojve apo Dragaviq i thonë, dhe të Matgushit. Domethënë ajo xhami. Ishtë një xhami këtu tjetër e cila ndoshta me pak dallohet, aty tek ajo lagja poshtë, ajo xhamia e Runjit. Po, aty po duket që ka shtëpia. Aty ka shtëpia, domethënë aty ndoshta ishte diku janë 22-3 shtëpia momentalisht, cilë banojnë aty. Xhamia është aktive? Xhamia është aktive dhe xhuman, kuptohet xhuman Ramazanit apo Teravive dhe Bajrameve. Në fush pjellore në të kuptimin kraja, cila është vend cilin e ka bekuar Zoti në të kuptimin, po në mëshirë të fatit. Qiut, përmes qative të shpive apo ndonjë pjesë cilët e ke bo ti beton apo ke betonizuar që
ajo është pikë shiqi i cila bie domethënë me shku mrena në grop. Përpunohet aju i pastaj pihet. Pihet. Ajo është domethënë xhamia e cila është ndërtuar domethënë një ndër xhamiat më të fundit të cilit janë ndërtuar domethënë në këtë vend. Por ka qenë kërkesë e vet banorëve atë për ndërtuar xhamin apo pas nevojë? E vet banorëve. Sepse ky katuni këtu i thon Velik ka qenë katuni më i madh në këtë trev. E qartë. Deri në vitet domethënë derisa kanë filluar të emigrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E qartë. Po ky katun, domethënë me katunin i Kanaqejve dhe katunin i Hardajve, kanë qenë pjesë e xhamisë së Qyrianit. Si xhamat i kanë prek domethënë që i ka përfshi si territor. Si territor. E qartë. Ndërsa një tu e shef një si grumull gosh një tu përpara. Në kodra aty si për natë? Janë kodër më poshtë. Si kull po duket. Si kull. Po. Aty është kisha. Kisha e krahas. Kisha ortodokse apo serbe apo shqiptare? Katolike shqiptare. Çfarë viti është ndërtuar e kishë? 1050, ndiko 1000. Do të flasim për një objekt që ka një histori bukur gjatë, për 1000 vjeçare. Po, 1000 vjeçare. Shumë interesant, është funksionale kisha? Ja. Vetëm rënojat janë aty, kur gjë tjetër nuk ke. Tregut atje për xhamin më të vjetër, edhe brenda pak minutave edhe erdhëm këtu. Shtypjet e mia të para janë këto vorreza të cilat po duken pjesë të oborrit të xhamisë. Këto kanë qenë, janë mbosi vorreza, janë vorrosto të vdekurit pas janë ndërtuar xhamia apo kanë qenë më herët? Ja, masti që ishtë ndërtuar xhamia. Masti që ishtë ndërtuar xhamia, sepse të regojnë domethënë edhe varrezat cilët janë ngjitë me xhamin. Shënimet aty, po. Shënimet. Ata varrezat domethënë janë datojnë domethënë 150 vjeçare apo shqiptarëve. Ky ka qenë prej bajraktarëve të këtij vendit. Dhe familja tyne thonë që për çdo Ramazan ka angazhuar që mundes ka nilin në xhami mrena, që me pas dritë në xhami. Ishtë prej fisëve të bajraktarëve. Edhe kjo dëfton domethënë edhe këto një mas tjetrit cilët janë varrezat vjetra. Por në luftën 1912, kur Malazezët e humbin Tarabushin luftën, kthehen kësajta dhe varrezat i thojnë. Kjetë ke një dëshmi e cila është aty. Tjetër është aty. Këtu nuk janë prek, janë Ja, ashtu kanë met. Ashtu kanë met. Tek ke këtë tjetrin këto janë domethënë varrezat prej më të vjetrave, të cilat janë me mbishkrimin Osman. Kjo varrezë. Kjo e tillë domethënë është në këtë trev domethënë është më të vjetrave. Xhamia kështu nga pamja jashtë më duket që është renovuar. Ishte renovuar, domethënë, që nga ndërtimi 1902-shit, ajo ishte renovuar, po është karakteristike se muret kanë me të njëjta. Do thotë, hala janë me muret e gurit. Janë gurit dhe janë prej trashësisë, domethënë, janë muret i gjana xhamisë. Pjesa domethënë këtu, difton domethënë që muri i xhamisë domethënë është i vjetër. Përveç se ishtë savatuar, po ishtë bo me beton, po originali ishtë në ta. Domethënë originali ishtë, nëse për shembull këtë e hjekin, domethënë del prej Harasanit i ndërtuam kohën i. Llogaritet që pjesa kryesore e xhamisë, që qenë prej këtij muri këtu. Nësa kjo pjesa që është shtu? Kjo është shtu domethënë me kalimin i kohës mas viteve domethënë ndryshme. Tamam, dihet kush ka qenë iniciator, kush e ka. Kojdhanët flasin prej dy grave. Ashtu çka kam dëgjuar unë domethënë prej vjetërve. E qartë. Po. A pjesa domethënë e xhamisë në atë kuptimin 4 qoshit e murit janë qysh në vitin e ndërtimit. Është shumë interesant sepse atje janë ndërtuar edhe dy të vogla. Dy si penxhere të vogla të cilat dritare. Dhe ka qenë një si punë gurit, tash pa shohim jashtë, është si gur me bire të cilët kanë qenë venduar në për qoshit i xhamisë. Ata fatkeqësisht domethënë funksion ata? Nuk e di. Deri vitin i kaluam, ne kemi pas edhe dallostera këto të vjetër,
që janë përdorur domethënë qysh në kohën e, si më thon Osman Liva, apo në kohën më të vjetra. Me vajguri kanë qenë. I kemi ka domethënë, po nuk kemi ndryshuar stilin i moderne kemi po xhamin, në të kuptimin sot domethënë secila gjë është shef moderne, domethënë tepihi është i ri, perdet i reja, hutbja e re, domethënë çdo gjë domethënë lusteri i ri, domethënë çdo gjë është domethënë të re, po të rinovuar. Ashtu siç kanë bëu partë tonë edhe ne domethënë kemi vazhduar. Ky është një prej lusterëve të cilat është i vjetër. Tash datën nuk e dim ki ka shërbyer xhamis. Po duket aty llampa. Llampa është me vajguri, cilët e kanë mush. Po interesant që thjesht nuk po duket që ka pas vetëm për funksion, po ka edhe detaje, Detaje. Është punu jashtë dikon ashtu. Jashtë thonë domethënë që i kanë pru për Istanbulit. Për Istanbul. Po, për Istanbulit domethënë ashtu thonë. E qartë, po. Ishte karakteristikë ndoshta e vendit, po në ka met një këtë tepi. Nga lusteri domethënë, po nga janë tepihet cilët i kanë përdorur përpara për xhami, i kanë shtruar. Ka kenë domethënë ky është tepi i madh, domethënë këtë xhamia ka kenë shtruar me këtë lloj, i cili ishte i punuar prej vendit. E leshi do të ishte pi deles, domethënë këtë vendit domethënë janë prodhuar këto. Dhe këtë xhamia ka qenë e prodhuar e mlume me këta. Domethënë secili që e ka pas domethënë në të kuptimin e ka bëu për rahmet dikuj, apo për nanën, apo babën, apo për një si kontribut i tyne domethënë për xhami. Por kanë kenë edhe tepiha si punë segjadje të vogla. Domethënë cilët kanë shërbyer domethënë tamam për mu fal individualisht. Tu jemi në qendrën e përparshme, domethënë qendrën tregtare që ka ishtë bëu me Shkodër, pastaj edhe me Malin e Zi, qendrën e Sieçit. Qendra e Sieçit. Sieçit i quajt. Ndërsa këtu ke Grizhen, tu është Kopliku, një tu ki Bajzen. Po, deri në cilin pikë është territori i Shqipërisë? Nuk dallohet, domethënë, ajo pjesë domethënë, po është diku ka gjysa e liqenit. Domethënë deri në gjysë liqen, diku 45 minuta bën me motor. Qysh ka funksionu ma herët që të? Qysh o kanë kjo si qendër, qysh ka funksionu? Tu janë ullë prodhimet bujqësore cilat i kanë pas, si feq, qershia, gështenjat, gjitha që kanë pas domethënë prodhime bujqësore, i kanë pru këtu dhe i kanë transportuar në Shkodër. E qartë, pas në atë kohë Shkodra ka qenë qendër? Shkodra ka qenë qendër, domethënë, ka importu, domethënë, rregullisht, domethënë, prodhim. Besoj ka qenë edhe mundësi e ardhën të ardha materiale për rajonin këto. Po secili vend dhe secili ka pas atë pjesën i vet. Tu i thonë vani i Sieçit, apo bregu i Sieçit, i cili domethënë ka qenë edhe mas mylljes kufini, domethënë 48-ën që ishte myll. Dhe çka domethënë bëhet, tu ka qenë edhe qendra e peshkimit, ku njerëzit domethënë përmes peshkut edhe kanë jetuar, po kanë mbijetuar në këto vende. Domethënë ishte të bua peshku me tonelata në breg, ata kanë nxanë me disa rjeta dhe e kanë përdorur, domethënë e kanë konservuar domethënë nëpër magjet mëdha. Ndoshta tash pa i shohim edhe nëpër këta kanë qenë tu, po tash janë myll, kanë qenë janë si lugje të maj, aty kanë kry peshkun, i kanë përpunuar, i kanë thau, dhe i kanë thau, kur i kanë thau, i kanë përdorur domethënë edhe gjatë stinës domethënë versa, po këto objekte që ka po i shohëm, këto domethënë komplet me gur. Çfarë viti datojnë këto? Kur janë ndërtuar vërsetësisht a kemi në zona? Nuk e di domethënë kur janë ndërtuar, po si strukturë domethënë është e vjetër. Nështë qindra qindra vjeçare, po. Ka qenë pronë e shtetit, apo pronë e ndonjë? Pronë e katunit ka qenë. Pronë e katunit. Po, pronë e katunit. Si pronë shoqërore një kohë. Po, i vendit to domethënë. Pastaj domethënë me hapjen e domethënë të Malit Zi, domethënë që tregtin kanë filluar ta bojnë me Malin e Zi apo me Podgoricën, domethënë ka ardhur vapori apo anija domethënë prej Virpazarit, apo deri prej Rijekët domethënë ka ardhur këtu dhe ishte ndalë për secilin breg. Ndalë për këta pjesë domethënë që janë kështu të mole. Edhe ku ka vazhduar? Ka vazhduar deri në pikën më të fundit apo deri në pikën kufitare që shkon me Shkodrën te liqeni, domethënë që ishte pjesa e skes. Çfarë viti po flasim?
Ne flasim domthon 48-ën ka filluar vapori. 48. Po. Ai ka kënë domthon me Shkodër, po kur ish put me Shkodër ka vazhdu me Virpazar apo me Rijekë. Në cilin vit është ndërprer dhe është në qitë gjendje që thjesht veç për turista që shpeshohën po funksionon, më thonë është komplet Kjo domthon është elone mazdore. vapori domthon ka vazhdu deri në vitet 80 diku. Domthon vapori I cili ka shku për Rijekë apo për Virpazar. Kemi 20 vite që nuk funksionon kjo qendër. Ja. Kjo është projektu domthon si fillim. Ishte ndërtuar rruga kryesore I cila shkon prej Ostrosit dhe në Viri, në Virpazar. Ajo rrugë kur ishte ndërtuar ajo, ishte projektuar që mu ul edhe në qendër këtu. E qartë. Sot asoj ditë, domethënë e kanë bën një pjesë edhe ishte ndërprej. Me donacionin I bashkëdhëtarëve tanë në Amerikë. Është bo edhe pjesa lidhëse cila domethënë e kanë lidh atë pjesë domethënë që I ka kenë më ndërtuar para 50 vjetëve apo 60 vjetëve. Kjo pjesë ka kenë monopoli I duhanit, ku kanë të buë duhanin mbrëm dhe kanë përcjell për monopol Podgoricë. Një kjo pjesë këtu. Kjo është ndërtuar domethënë më vonë. Po. A këtë janë ndërtuar domethënë më herët. Edhe janë pjesë edhe tash po I shohim ndoshta aty më mbrëm nëse po mund me hy, janë pjesë ku ishte përdorë për me thau peshkun. Janë lugjet maj, cilët I kanë shërby rregullisht domethënë kësaj vend apo po. Por është ekonomisë kësaj vend, kësaj zonë. Po është shumë interesant se edhe xhamia ka pas hisën ta. Apo? Nëse për shembull pjesë të fitimit të aksioneve. Domethënë secila shtëpi domethënë në këtë vend, domethënë prej sieqit, si më thon prej këtyne vendave të cilët kanë pas hise këtu, hise ka pas edhe xhamia. Shumë e veçantë kjo. Shumë e veçantë. Edhe me të për shembull ishte mojt ndoshta edhe hoxha apo ishte mojt shpenzimet e xhamisë janë mbuluar. Shumë e veçantë. Po, nëse për shembull ke pas, si më thon hisën I ka takuar një teneqe apo dy teneqe, si më thon me peshk, domethënë edhe xhamia ka pas aq. Mashallah. Ato vite ata domethënë janë veç janë zhduk me kalimin I kohës. Tash ka kaluar domethënë në pronë për dozëqis apo shtetënore domethënë. Tash I bëhen ndoshta edhe private. Këto në këtë fabrikën që përmendet Porzët, pak më herët, tubimit. Këto kanë punu vendasit. Po vendasit krejt. Krejt vendasit. Tamam. Më thoni ka shërby edhe direkt. Të kjo, domethënë kjo ka qenë domethënë ndoshta e fundit e cila ishte ka qenë me tjegla mbulume, ka qenë ku rojtarët e peshkut e kanë rujt peshkun. Kanë rujt, domethënë kanë mboroje, domethënë 6 muaj që mos më ofru, domethënë me naj peshku I qit, nuk kanë lënë më ofru as rosa, as pula, as gjau, domethënë që me tren peshkun. Thonë rojtar, na në fakt na e kuptojmë rrezik njeriu. Po në këtë rast pas ka qenë rrezik edhe prej botës shtazore. Po shtazore. Se aja domethënë bota shtazore nuk e lën me ndaj kështu peshkun qit një vend. Dhe çka bëhet? Domethënë rrin njerëzit edhe e ruajnë. Kto gjatë natës kanë ndez kanilin. Domethënë ton natën dhe peshku ka ndaj ndrit. Dhe të buë me tonelata. Jo vetëm këtu mbrek, po secili katon apo secila lagje e ka pas bregun I vet, cilë e ka bëhat puna apo ka rujt atë peshk. Dhe kjo ka qenë domethënë pjesa e shqiptarëve. Pjesa malazeze vetëm një vend ka qenë domethënë atje. Ata në kuptimin edhe shqiptarë dhe atje, po me kalimin si më thonë. Dominuar prej malazezëve dhe kanë pas në Malazë. Po. Do është për me pyet, e përmendëm pak më herët që kjo është si pjesa kryesore, qendra kryesore e këtij mini porti, me quajtur kushtimisht në këtë liçe gjigant. Cilat kanë faktorë të kyç që kanë bërë këto me kon qendër? Afërsia cilët e kanë pas çdo katum. Domethënë pjesa më e madhe domethënë strategjike e ka pas domethënë pjesën që e ka pas më afër do liqenin. Dhe ka thënë domethënë ishte që e ka pas domethënë më afër. Domethënë katullë domethënë më tepër, më afër, më të mbledhur për qendrët, edhe ka qenë domethënë dominante këtu.
E qartë. Pastaj domethënë e kanë njëta tunelt dhe pa në atë kuptimin pa infrastrukturë apo pa zhvillim. Në gjendjen cila është edhe sot e kësaj dite. Gjendja, në gjendje cila është edhe sot e kësaj dite. Kto Duken gjurmë këtyne mureve që janë kanë të vogla, në farë forme këto pas ka qenë si lloj konstruksioni, si lloj korite. Korite, fiks. E tash po duken kështu me radhë që njëna pas tjetrës. Njëna pas tjetrës. Janë mush me peshk. Janë mush me peshk, janë konservuar domethënë me kryp aty kanë ndaj domethënë 24 ora, po derisa i të bëu domethënë që krejt ai peshk domethënë mu shtie nëpër varse, mu vu nëpër varse kështu supra. E qartë, tani për më qitë edhe për më terë, si në që më terë në verë dhe ata kanë konsumu domethënë gjatë gjithë vitit. Po edhe shit. Edhe shit. E qartë, tamam. Thonë domethënë që Beogradin e kanë mojt me peshk liqenin i Shkodrës. Apo? Ashtu thonë. Në kohën e Jugoslavisë. Bazen, nuk ka qenë liqe, po ka qenë bazen. Domethënë ishte ai humori shkodran që i ul të në breg, dhe në atë kuptimin ishtë dasht me shtyr peshkun me duar që me hyp me mushkohen me ujë. Ashtu domethënë aq bereqet ka pas ky vend. Shumë interesant. Po tash çysh është gjendja? Tash është gjendje shumë e mjerueshme. Për nga ana e peshkimit është domethënë dita ditë të dobësuar, sepse kanë dalë interesim për jo ka interesim shumë, po janë të dobësuar shumë me rrym. Domethënë e mysin peshkun me rrym. Janë domethënë të bëu masakra nda. A na tregoni nderum pak për punën e historikut të këtyne bunarëve këto? Këto është karakteristikë e këtij vendi se ky vend nuk ka ujë. Nuk ka burime. Si ka pjesa tjetër e malit, apo te malit apo ana e malit. Këto nuk ekziston domethënë kështu bunari i cili ishte rrjedhshëm apo i cili rrjedh uji. Po çka kanë bëu njerëzit përpara? Kanë bëu shpime apo kanë grob, kanë rrmi kështu. Kanë rrmi dheun dhe në ta domethënë kanë po domethënë që del ujë, dhe aty mos e kanë filluar domethënë me formu ato bunart apo puset apo ublat si i quajmë ne këto. Dhe prej tyne domethënë ublave secila ka historikun i vet, ishte ndërtuar me atë kuptimin prej dikuj për rahmet dikuj apo ndonjë familje e cila domethënë e ka bëu për rahmet dikuj. Kjo këto e para që na që ubla Ajshës e shoqe Haxhi Vuçkut, po. Një përshkrim. Një përshkrim i po i me cilës është bëu edhe gruaja e cilit burr ka qenë. E burri i cilit ka qenë. E kanë bëu këto si hajrat kështu? Si hajrat. Nuk kanë marrë pagesë për këtë punë. Ja. Edhe mos e kanë lënë shërbim domethënë vend tu apo ty në banorë. Pse ka shumë? A nuk ka qenë mjaftueshme një apo dy? Nuk ka qenë se kjo ka qenë zonë e cila ka qenë mbi popullume përpara, nuk është domethënë çka qenë sot, po e mbi popullume. Ndoshta këtu ka qenë edhe si punë pik në atë kuptimin edhe me lotesha, edhe pik që janë të bua njerëzit, që kanë ndaj njerëzit, kanë diskutuar njerëzit, si pik takimit, edhe çobanave të ndryshëm. A është pi uji këta apo veç është shfrytzuar? Po, ishte pi uji, ishte pi domethënë. Ka kollu domethënë ajo pjesë ashtu dhe mëson ishte pi edhe uji. Domethënë ajo e cila domethënë është ajo pjesa më analtit, ajo domethënë e përdorin edhe sot për pimjen e ujit, për pije. Shohëm bashkërisht këto pjesë nga afër. Një kjo pjesa i i thon edhe lerë. Kjo si knet këto. Si knet. Domethënë është i thon ne i themi lerë këto, ku ishte punuar përmes dyltinet. Dhe ishte bërë një pjesë domethënë që ka mujt ashtu ujë, ishte punuar me shtresa, dhe ka mujt ujë, po cilët ishte shfrytzuar vetëm për bakti. E qartë. Po. Po kështu edhe e rrothume, domethënë pjesa kënaj domethënë që ishte mbyllur, po pjesa kënaj domethënë ka qenë që me hyj baktia më rand dhe kanë pi ujin. Ishte prej domethënë lerave të cilët ndoshta edhe sot ka me të ekzistuese, sepse çdo katunë ka pas lerën i vet, ku baktia kanë shkuar kanë pi ujë. Dhe ishte shumë karakteristike sepse ishte punuar me kuqvëjet. Forcuar si duket ai llaçi apo ajo dyltina,
mas tepërmi, dhe kur ka shku kama baktis, domethënë e ka shkel, domethënë, aja veç ka mujt ujë, nuk ka qenë për shembull prej atyre që e thith ujin apo tret ujin. Kjo është bërë si mas preventive për mos me ik ujë. Për mos me ik Për ujë. mos grumbullu për bakti. Për bakti. E kjo korita këto pjesa Këtu ka qenë domethënë edhe guri, do të ketë qenë që me la tesha, ish përdor. Ka thënë sasi e ujit edhe Sasi, janë lotesha. po, ish la tesha. Këtu ka qenë edhe që me ec, domethënë uji mjalshu me ik uji. Po ka qenë edhe për me mush ujin për bakti. Ajo çka është e sigurt, është që këtu janë bo edhe janë shfrytzuar për shqiptarëve. Për shqiptarë. Tamam. Për shqiptarëve. Fiseve të ndryshme tash këtu. Po, secili fis e ka pas atë Fshat e ka pas bunarin. bunarin e vet, e ka pas bunarin e vet. Nuk është domethënë si janë përzi domethënë prej një katunit marrën katun tjetër, po secili ka pas atë të veten. E qartë. Dhe aty ka marrë ujë në të kuptimin atë vete, nuk është përzi domethënë te ndonjë pjesë tjetër. Nëse nalëm edhe Që, këtu tek e ke edhe këtu, që kanë ujë halo ende. po ka, që tek e ke edhe këtu të shkruar për shembull e berjasheve. E berjashi ishte një katun domethënë i cili domethënë jeton më poshtë. Po ishte ndërtuar domethënë prej si duket prej fisit tyne dhe ata kanë shfrytzuar këtë. Kam pas drejtën e shfrytëzimit. E shfrytëzimit. Po këtu domethënë alo sot domethënë ekziston ujë mbrëm. Domethënë vetëm me shiku konstruksionin e saj, domethënë Unë me sa po shoh po është edhe në formë të hinkës, po në thellësi po shkon tu zgjeru. po edhe duke shkuar në domethënë edhe tu ju ngushtu ai rrethi ai diametri. Nëse vazhdohet Tu ndoshta ka pjesën drejt është në fashtegu diçka i ecjes. po, domethënë këto domethënë i shfrytzuar më herët prej banorëve, cilë kanë mojt kollosa me mal domethënë. Po ishte interesant domethënë se kjo pjesë edhe këto domethënë ka edhe tokë. Ishte tokë pjellore, cilët Punohet ende. Po, punohet ende. Ende ishte punuese. Domethënë me kalimin i kohës, domethënë tash çka kemi domethënë edhe këto afër shtëpisë domethënë nuk i punon më kush. Po këta domethënë deri në vitet 80 edhe 75 domethënë 80 janë shfrytzuar edhe në alt. Këto ishte të thonë diçka edhe për këtë pjesën. Po ka pas domethënë edhe ubla, domethënë si ublash të cilat domethënë nuk kanë pas gryk. Domethënë si rasti i kësaj. Tash ndoshta kjo ka pas si gryk dhe ka romrema, po ka domethënë vende, se domethënë këtë është këto janë domethënë më tepër ubla. Po secili katun ka pas atë ublen i vet apo vendin i vet. Po çdo kanë domethënë çetish nëpër këtë trev domethënë gjen kësi ublash. Sa metra më shku thellësia? Po mvaret domethënë, mvaret. 4 metër, 6, 8. Ishte ubla e kraj son aty. Ishte tash po këtë ulën domethënë poshtë tash para shohim. Ishte ubla e cila domethënë ishte 12 pash. 12 pash e gjatë. Po tonë domethënë diku afër 18 metrash në ushtat. 18 metra, edhe krejt kjo është bo me dorë, besoj se me vegla dore. Me vegla dore, me punë dorë. E jashtëzakonshme. Po, e jashtëzakonshme. Shumë e rënë edhe vështirë për atë kohë. Për atë kohë. Po nuk kam pas asnjë zgjidhje tjetër. Pas zgjidhje tjetër tash nuk kanë pas. Nuk kanë pas. Po. Bile ka qenë karakteristike se deri në vitet e fundit ka qenë gryka e punume, si që kështu prej gurit, tash pa shohim edhe atje, domethënë ka qenë gryka prej gurit, po ka qenë karakteristike sepse nëpër gur ka qenë kanopi, e cili ka prej gurin. Ty njit ujë rregullisht dhe ka prej gurin. Domethënë kanopi. Dhe ki pas kështu vijet. Shana që kod gjatë është përdorur. Është përdorur. Tash po unë domethënë atje, nëse këto nuk janë shumë të thella, krahasim me ta. E qartë. Sot në ditë sotme, kjo shfrytëzohet si atraksion turistik. Po. Turistët më tepër. A janë kryesisht ballkanik, shqiptar, malazez, apo ka edhe nga Evropa e më larg që vinë? Ja, më larg. Domethënë në atë kuptimin të tont nuk është atraksion turistik, më tepër domethënë të huajt, gjerman, francez. Nashta është edhe shkaku që nuk janë të informuar. Pa ndoshta nuk janë të informuar, po atje e sipër? Po aja e sipër domethënë alo shfrytëzohet sot.
Ajo pjesë, domethënë, e ubëlës aty, domethënë ajo shfrytëzohet, domethënë merret alo për ujë. E kanë shti edhe zorën, cilën domethënë e kanë ulë domethënë deri një pjesë vendit atje. Po të kishte edhe kova aty, cilën me mush ujë nëse ke qejf dëshirë mi bo provë. Po, e pi. Këto janë edhe kështenjat, cilët ndoshta janë mi vjeçare. I shohim mandaj Mbas trungut, po duket që janë shumë vjetra. shumë vjetra. Gërshtenja janë gjitha, Gjitha. Këto domethënë janë, me të vërtetë janë mrekulli e vendit. Vjetërsinë e tyne nuk e din kërkush. Se sa vite domethënë ka pas kja. a llogaritet që janë mbjellë vet, kanë qenë Po ata vetë ndoshta natyror që janë vija, apo nga ja, domethënë këtu i ke dy lloj kështenjash, ke kështenja tegra Po. dhe të buta. Domethënë ata që janë të buta janë shartuar prej dorës njeriut. e këto janë të buta. Po, këta janë të buta. Ta domethënë trashat, kështu çka shef domethënë, janë të buta të gjitha. Ndërsa ata cilët janë që janë tegra, nuk janë trasha, domethënë nuk janë si këta, edhe janë shfrytzuar domethënë për çati shtëpijet. Apo, Sepse druja kështenjës jeton shumë. Edhe ata i kanë përdorur domethënë për çatije shumica. Dhe ajo që cila është interesant domethënë shumica e shtëpijave në Shkodër, të vjetrat, janë ndërtuar me lanë kështenjet. Edhe sot ndoshta ke domethënë në Shkodër, të cilët janë qysh me, si më thonë, ndërtuar me ndarë 200 vjet apo 300 vjet, po me këtë lanë të cilën ishte quajtur pikë vend. Pikë kësaj zone. Pikë kësaj zone. Po. Ishte transportuar deri në drek liqenit, pi bregut liqenit ishte transportuar më thej me lundra në për Shkodër. Po që vene, po mdoket a jemi në Ksamil. Ma bukur se në Samil. Ma bukur se në Ksamil. Nashta edhe mu po mdoket ma bukur se në Ksamil. Ku jem Për- këtu konkretisht? Për mendimin tim, ma bukur se në Samil dhe çdo vend botës tjetër. Jo se ishtë vendi jem, po janë pamjet mrekullueshme. Cilët nuk t'i afron ndoshta as Samili kështu. Këtë qetësi, këtë bukuri, çdo gjë domethënë është mrekulli e Zotit. Po, Me këto si ishuj të vogël në liqen, nuk pas na pa një shambull t'illa. Ka është bukur. ishte karakteristikë ndoshta e liqenit Shkodrës, por kallëzon që bukurinë e krijon Zoti. Sa da që ta krijoje dora e robit, domethënë ja bukuria e Zotit me të Zotit. Me vërtet, Edhe vërtet këto ka bo domethënë mrekulli i Zotit. alhamdulillah. Kjo pjesë cilën na shohim, jemi pjesën e shitarit apo pjesën e ostrosit të madh. Po përballë domethënë kemi ishuj të cilët edhe i përkasin xhamis, kanë qenë vakufi xhamis. Domethënë Ta ishuj kanë qenë vakofi që vakufi xhamis, të cilët janë shfrytzuar përmes kollotave, druve, domethënë që tarnët i xhamis domethënë i ka pas prej vakufit xhamis. Dhe këto ishuj kanë qenë edhe pronë personave, si më thonë, bashkëtarëve të asoj zonë. Për shembull, një ky ishull që e shohim ne, i thomë domethënë Garica Alis. Po domethënë apo Garica Salhys. Atje për shembull janë disa Garica apo ishuj tjerë cilët e kanë Garica Omerit apo me emra domethënë cilët i kanë takuar, i kanë qenë pronë. Po. Po, ato janë në të kuptimin uzurpuar nga kisha serbe, fatkeqësisht në 3 ishuj. Këtë cilin ne kemi përballë ishte në qosha aty, veç kanë filluar domethënë ndërtimet kisha serbe. Në janë, Me njëherë, tu nuk, po, nuk, duke që kone e thënë? ishte në qoshe, po ishte në qoshe aty, po nuk duket. Nuk duket, ishte aty në qoshe, ishte ma futëm si gji aty, dhe aty domethënë veç kanë filluar domethënë punimet. Këtu thonë domethënë që ka qenë shitari thonë, edhe ka qenë domethënë katon, i cili domethënë ishte mbyt në ujë.
Okej. Këto, nërmjet këtyne pjesëve këto, thonë domethënë që kur ishte uji i kthjellët, domethënë duket ura, domethënë e paprishëm alosat, cili domethënë ka lidhur domethënë pjesë i duket ka kaluar lumi aty. Po. 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 Para se më rrit niveli. Para se më rrit niveli i liqenit. Krejt. Po. Atje, ashtu ku duket një makinë, atje një makinë e bardhë, Po. aja ishte domethënë e ndërtuar me tash mola. Mola në buzë thonë, dhe aty domethënë vesh tash e ke atraksion turistik, mola, domethënë vinë për gjithë skajt.